Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga konferenca Shqipëri-Bashkimi Evropian në Bruksel pas mbylljes së 3 grup kapitujve. Një tjetër ditë e shënuar për Shqipërinë Evropiane, shkruan kryeministri. Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian e zhvilluar në Bruksel. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë e cilësoi këtë një tjetër moment të rëndësishëm në rrugtimin evropian të vendit. Mirëmëngjes dhe me një tjetër ditë të shënuar të Shqipërisë Evropiane, ju uroj një ditë të mbar, shkroi Rama duke shoqëruar mesazhin me pamje nga konferenca. Ajo çfarë ndodhi tani shënon vërtet një gur kilometrik tjetër shumë të rëndësishëm në rrugtimin e pakthyeshëm të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E siç u tha, sapo ram dakord të mbyllim 3 kapituj të rëndësishëm negociator dhe ky nuk është thjesht një hap në këtë proces të gjatë, por një vlerësim i qartë që Shqipëria po ecën përpara, që reformat po japin rezultate dhe që vendi ynë është gjithmonë më tepër i përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësitë e anëtarësimit. Sotmja është e rëndësishme edhe sepse thekson një mesazh mjaft të fuqishëm të kësaj të ashtu quajturës epokë e re. Shqipëria jep rezultate, Bashkimi Evropian jep rezultate. Shqipëria ecën përpara dhe Bashkimi Evropian reagon në përputhje me këtë dhe ky është thelbi i procesit. Sot mbyllëm, siç dëgjuam, 3 kapitujt e parë me Shqipërinë. Është një moment i madh për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Është një super e martë për zgjerimin dhe Shqipëria është pjesë e saj. I mbyllëm kapitujt për kërkimin shkencor, për arsimin, kulturën dhe po kështu dhe marrëdhëniet e jashtme. 3 përfunduan, kanë mbetur edhe 30 të tjerë. Këto janë fusha ku Shqipëria është tashmë pjesë e familjes evropiane praktikisht. Shqipëria ka qenë në përputhje të plotë me politikën e jashtme të BE-s për shumë vite tashmë. Dhe universitetet shqiptare janë pjesë e rrjetit të kërkimit të inovacionit evropian. Vendet që marrin pjesë në Horizon Europe dhe më shumë se sa 50.000 studentë shqiptar kanë marrë pjesë në Erasmus Plus, që shpreh se programi nisi në 2014. Përgëzime të gjithë miqve tanë shqiptar për punën e tyre dhe për këtë arritje. Sot është një ditë vërtet e rëndësishme për Shqipërinë, por e rëndësishme edhe për Bashkimin Evropian. Është një super e martë me një super fund. Aksionate për pastrimin dhe dezinsektimin e lushnjës. Bashkia ka nisur ndërhyrjet në rrugët dhe hapësirat publike. Në mesnat, Bashkia e Lushnjës ndërmori një aksion të gjerë për dezinsektimin dhe pastrimin e qytetit. Punojësit e ndërmarrjes së punëve publike realizuan larjen e rrugëve kryesore të sheshit qendror, stolave në lulishten e qytetit, si dhe të hapësirave publike më të frekuentuara nga qytetarët. Aksioni u përqendrua në disa prej akseve kryesore përfshirë shëtitoren e Kongresit, rrugët Mistomame, Fanoli, Vedut Dokallari, Uan Gogu, Pavarësia dhe lulishten e qytetit. Sipas bashkisë, kjo ndërhyrje synon përmirësimin e higjienës urbane dhe uljen e pranisë së insekteve gjatë sezonit të verës, kur temperaturat e larta favorizojnë shtimin e tyre. Dezinsektimi dhe larja ambienteve publike do të vijojnë edhe në zona të tjera të qytetit si pjesë e planit të rregullt të mirëmbajtjes dhe pastrimit. Bashkia e Lushnjës apelon për ruajtjen e pastërtisë së ambienteve publike dhe për bashkëpunimin e qytetarëve për një qytet më të pastër dhe më të sigurt gjatë stinës së verës. 127 të dënuar lirohen sot nga amnistia në burgun e Kosovës së Lushnjës, priten gjithashtu transferime nga burgjet e tjera. 127 të dënuar kanë përfituar nga ligji i amnistisë në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Kosovë të Lushnjës. Procedurat për lirimin e tyre nisën që në orën 8 të mëngjesit dhe u zhvilluan gjatë gjithë ditës, sipas rregullave të parashikuara nga administrata penitenciare. Të liruarit ishin të dënuar kryesisht për vepra penale si përdorimi dhe shitja lëndëve narkotike, si dhe për vepra të tjera me marrë të ulët rrezikshmërie.
Sipas informacioneve, në këtë institucion kanë përfituar gjithashtu ulje dënimi dhe 40 të burgosur të tjerë, të cilët nuk plotësonin kushtet për lirim të menjëhershëm, por përfitojnë reduktim të kohës së mbetur të dënimit. Pas lirimit të 127 të dënuarve, Burgu i Kosovës, i cili ka një kapacitet prej rreth 190 personash, do të ketë një numër të konsiderueshëm vendesh të lira. Për këtë arsye, Ministria e Drejtësisë ka planifikuar që këto kapacitete të plotësohen me të burgosur të transferuar nga institucionet të tjera të vuajtjes së dënimit në vend. Nisi sot zbatimi i amnistisë penale në Burgun e Fierit. Lirohen 104 të dënuar, mbi 200 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ka nisur zbatimi i ligjit numër 57 të vitit 2026 për dhënie amnistie dhe në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Fier. Pas shqyrtimit të dosjeve të të gjithë dënuarve me vendim të formës së prerë, Komisioni i Posaçëm vendosi lirimin e 104 të dënuarve, ndërsa rreth 210 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit me 1 vit. Sipas drejtorisë IEVP Fier, shumica e të liruarve janë dënuar për vepra penale me rrezikshmëri të ulët dhe mesatare. Nga amnistia përfitojnë edhe 2 shtetas të huaj, pakistanezi Asat Ali, dënuar për kalim të palishëm të kufirit, dhe rumuni Florian Balenescu, i dënuar për trafikim të lëndëve narkotike, si dhe disa të dënuar me masa të larta burgimi, të cilëve u kishte mbetur më pak se 1 vit për të vuajtur. Mes tyre janë Luan Fusha, i dënuar me 25 vite burg për vrasje me paramendim, si dhe Eril Gega, i dënuar me 14 vite burg për vjedhje me dhunë. Amnistia përfshin gjithashtu dhe 7 të dënuar mbi moshën 60 vjeç. Si e vlerësoni amnistin? Hajde, më shirë. Ku do shkoni sot? Në cilin qytet? Në Tepelen. Ju pret familja jush? Natyrisht. Ky vend, me çfarë do t'ikësh? Ku dëgjon në makinë qasit që djemë ne? S'ke njeri që të pres. Po se dim familjarën, po ne se më Sa e keve dënimin? Sa kohë? 2 vjet, 2 vjet. E sa të kish mbetur? edhe 4 muaj. Si e vlerësoni amnistin? Faleminderit që në ndërnë. Stafi këtu më Çfarë rregull. të pret tani kur të vesh në shtëpi, çfarë Po punë do ku bësh? dëgjon e moda të ecin përpara të shiti, ku dëgjon? Në ambientet jashtë burgut, familjarët pritën me emocion të afërmit e tyre, ndërsa të liruarit e vlerësuan amnistin si një mundësi për një fillim të ri. Fieri i dha sot lamtumirën aktorit Todi Lupi. Homazhet për ikonën e teatrit fierak u mbajtën në ambientet e teatrit Bylis. Paraditën e sotme në ambientet e teatrit Bylis në Fier u zhvilluan homazhet në nder të aktorit të mirënjohur Todi Lupi, i cili u nda nga jeta një ditë më parë në moshën 78 vjeçare. Në ceremoninë e lamtumirës morën pjesë familjar, kolegë, miq, artistë të njohur, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, të cilët i dhanë lamtumirën e fundit një prej emrave më të spikatur të skenës fierake. Mes emocionesh dhe lotësh, aktorët Luftar Paja, Pëllum Kulla dhe Arqile Lipe e cilësuan ndarjen nga jeta të Todi Lupit si një humbje të madhe për artin shqiptar dhe veçanërisht për teatrin e Fierit. Sa i ndërtese të humorit që u ndërtua me shumë mundime, i sot i është shkëputur një nga kolonat e fuqishme të saj. Todi Lupi ishte nërshmëria e artit dhe kulturës në teatrin Bylis. Todi ishte një njeri shëmbëllor, një njeri që nuk tha një laf të keqe nga goja. Një aktor që ka lënë bresa nga 71-shi derisa dha fund jetës. Unë dhe shokët, po sidomos unë nuk do të harroj derisa të vdes. Me Todin kam pasur një marrëdhënie vëlla, mik, shok, artist, shok, vëlla. Ne kam mbledhur sot këtu Todi Lupi, që dikur na nxirrte nga kjo sallë të qeshur të gëzuar. Edhe sot na ka sjellë të përlotemi e të qajmë vërtet se ne iku njeri i mrekullueshëm. Iku një nga njerëzit që meriton shumë të dalë bashkë nga kjo sallë me ceremoni e menderimin e gjithë këtyre njerëzve, të cilët e deshin. Unë
kam pasur të Todi një aktor nga më të mirët, po, e se po, por ndoshta më i mirë se që kisha shpresuar të ishte. Me një karrierë që shtrihet në më shumë se 5 dekada, Todi Lupi la gjurmë të pashlyeshme në historinë e teatrit dhe estradës së Fierit. Përmes roleve të tij plot humor, talent dhe spontanitet, ai fitoi dashurinë e publikut dhe u shndërrua në një nga figurat më të dashura të artit skenik fierak. Trashëgimia artistike që ai lë pas do të mbetet një vlerë e çmuar për brezat e sotëm dhe ata që do të vinë. Kreu i SPAK, Klodian Braho, raportoi në Komisionin për Nismat Qytetare për veprimtarinë e SPAK. Ai tha se të gjithë janë të barabartë para ligjit. Kreu i SPAK, Klodian Braho, raportoi në Komisionin për Nismën Qytetare, ku u shqyrtua veprimtaria e institucionit dhe u diskutua mbi çështje të ndryshme që lidhen me hetimet dhe zbatimin e ligjit. Në SPAK ka një udhëzim të përgjithshëm për mënyrën se si duhet të hetohen të gjitha veprat penale, duke përfshirë dhe ato që kanë të bëjnë me korrupsionin e zyrtarëve. Në çdo rast, hetuesit, sipas të ligjit dhe në bazë atij udhëzimi, dhe në bazë edhe të një metodologjie që është miratuar dhe është e detyrueshme për të gjithë prokurorët edhe hetuesit, duhet të kërkohet në çdo hetim pasuritë që vijnë nga produkti, pasuritë që janë pa justifikuara dhe pasuritë që janë të lishme po kanë të njëjtën vlerë sa vlera e produktit. Dhe të treja këto pasuri, nëse ekzistojnë, duhet të sekuestrohen dhe duhet të konfiskohen. Pavarësisht sa raste gjenden, por në çdo rast në hetim të tillë hetimet kryhen. Për sa i përket dosjeve që janë në shtyp, që u përmendët, duhet të kuptojnë fazat kur një informacion dhe një akt ka përmbajtje sekretatimor dhe kur nuk ka, dhe kufi i ndarës është kur personi që është me tim merr dieni për aktet, aty përfundon sekretatimor. SPAK-u ka një rregullim shumë të qartë ligjor, komunikimi me median kryhet vetëm nëpërmjet koordinatorit për media. I pyetur për situatën ligjore të ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-kryeministrit Sali Berisha, Braho theksoi se nuk komenton çështje konkrete që janë në proces. Ai u shpreh se çdo person i proceduar ka të drejtë të ndjek rrugët ligjore për të kundërshtuar masat e sigurisë të vendosura ndaj tij. Secili person që ka një proces gjyqësor, kushdo qoftë ai, ka të drejtën që të kundërshtojë vendimarrjet e SPAK-ut, ka të drejtën të dëgjohet gjykat dhe është gjykata që ka kompetencën të përcaktojë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Kundër të vendimit të gjykatës, ekziston edhe tankimi në gjykatat më të larta. Sa i përket pretendimeve për dosjen Albanian Files dhe akuzave ndaj kryeministrit Edi Rama, kreu i SPAK deklaroi se çdo pretendim duhet të mbështetet me prova. Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni, nëse keni prova, paraqitjen ato për ndjekje penale në organin kompetent. Unë qëndroj të njëjtin mendim që janë të gjithë barabartë para ligjit. Edhe kam bindje këtë gjë. Këto ishin lajmet për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.